ankimimi që kam bërë në gjykatë. Kryeministri Edi Rama ka vjuar të shmang shpjegimet për akuzat konkrete që s'pa ka bërë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe varësve të saj në Ministrinë e Infrastrukturës për aferën e tunelit të Llogaras, ndërsa gjykata kushtetuese pritet të jap një vendim javën e ardhshme lidhur me ankimimin e tij për pezullimin e Belinda Ballukut. Rama ka vjuar presione ndaj gjykatës më të lartë të vendit në një përpjekje për të diktuar vendimin e saj. Por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, parlamentit nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtë për drejtë fjalës. Kryeministri ka kundërshtuar edhe mbajtjen në arrest të drejtorit të ARSH dhe drejtorit të KESH, të cilët bashkë me Ballukun janë të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Edhe në këtë rast Rama shmangu shpjegimet për akuzat konkrete të prokurorisë dhe nga ana tjetër, me tone dramatike, la të kuptohet se ata janë të pazëvendësueshëm dhe i vetmi person që mund t'i largonte nga detyra është zëvendës kryeministria, e cila është e pezulluar. Ja për shembull, janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i ARSH-s, drejtori i KESH-it. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre dalimeve, se kjo është punë e prokurorit dhe gjykatës. Por fakti është se ata nuk hetohen në gjendje të lirë. Dhe kështu, cila është pasoja? Pasoja është se lihen pa kokë edhe dy institucione të tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. Pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antarit kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Në gjithë se prej një muaj që kur zëvendësia e tij u more pa ndehur, Rama po komenton vendimet e drejtësisë, pa marrë asnjë veprim për shkarkimin e saj, ende nuk i ka dhënë opinionit publik një përgjigje për pyetjen a e ka shkelur Belinda Balluku barazinë në 2 tendera me vlerë 210 milionë euro.